Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm. Tani më veç jemi në mejdanin e garës më të mirë të vitit. Në 10 e parë të muajit Dhulhijhe, që tani më veç kemi arrit mesin e këtyre ditëve, e patjetër se duhet të reflektojmë në këto ditë për të pa vlerat e tyre. Allahu xhelle xhelaluhu është i drejtë në vendimet e tija dhe i urtë në vendimarrje. Prandaj dhe Allahu dënë që ata të cilët kanë shku mësafir të tij të shpërblej me shpërblime ekskluzive. Por edhe ata të cilët nuk patën mundësi të shkojnë sikurse ne dhe ju, Allahu xhelle xhelaluhu nuk don të na lënë mbrana këtyre ditëve pa asgjë. Prandaj dhe don Allahu t'i parafron vlerat e atyre që janë haxh dhe ata që nuk janë haxh, por ditët janë të veçanta, por edhe puna e mirë është shumë e veçantë gjatë këtyre ditëve. Andaj të ndershëm vëllezër, duke qenë se këto ditë janë të veçanta, patjetër se reflektimi ynë do të jetë i vazhdueshëm në këtë ditë. Dhe për të pa më mirë se sa janë të veçanta, edhe pse jam i vetëdijshëm që këtyre ditëve në vazhdimsi kanë ligjëruar hoxhallarët, por e kemi për obligim moral ta përkujtojmë vetveten edhe juve që edhe më të inkurajohemi për ta kuptuar se ditët më të mira të vitit janë këto që po jetojmë. Në radhë parë për shkak se Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an është betu në këto ditë, siç thot në hyrje të suratul Fajr, kaptina e mëngjesit, thot Allahu xhelle xhelaluhu wal fajri wa layalin ashr, pasha agimin, pasha kohën e mëngjesit dhe pasha 10 netët. Dietarët islam thonë se fjala është për 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe. Betimi i Allahut në diçka nga krijesat e tij jep me kuptu për vlerën e asaj krijese. Prandaj në këtë rast, betimi i Allahut në këto 10 ditë, pra që nuk është e ngjashme me ditë të tjera të vitit, jep me kuptu se janë të veçanta. Pastaj këto ditë i ka vlerësuar shumë dhe i ka lavdëruar pejgamberi alayhis salam, siç ka në hadithin e Xhabirit radhiyallahu anhu, ku pejgamberi alayhis salam tekstualisht ka thonë: "Afdalu ayami dunya ayamul ashr." Ditët më të mira të kësaj bote janë 10. Është fjala për 10 e parë të muajit Dhulhijhe. Ditët më të mira. Pra, duke ju referu këtyre fakteve, kanë nxit debat të dietarët islam se a më të mira janë këto 10 ditë apo 10 që i fundit e Ramazanit. Deri aty ka shku debati e dietarëve islam të hershëm të ndershëm vëllezër. A më të mira janë këto ditë si ditë? Prandaj kanë ardhur në përfundim se netët e fundit të Ramazanit janë më të mira se sa këto për shkak natës së Kadrit. Ndërsa si ditë këto janë më të mira si ditë se sa 10 i fundit të Ramazanit, sepse këto është dita e Arafatit dhe betimit e Allahut për këtë ditë. Andaj të ndershëm vëllezër, gjithsesi se duke qenë që këto ditë janë të veçanta, aja që i bën edhe më të veçanta është çmimi i punës së mirë që ju ka vendosur për këtë ditë. Pra këto veprat e mira në këtë ditë vëllezër kanë çmim të veçantë tek Allahu xhelle xhelalu. Siç transmeton Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë se ka thënë pejgamberi alayhis salam, nuk ka ditë që puna e mirë është më e dashur te Allahu se sa puna e mirë që bëhet në këto 10 ditë. Në një transmetim të Ibn Omerit ka thënë pejgamberi sa shton e sa më shumë fjalën la ilaha illallah. Elhamdulillah, madhrimin e Allahut, Allahu akbar kështu me radhë. Pra, nuk ka ditë gjatë vitit që i bie këtu hinë dhe Ramazani, se puna e mirë është më me vlerë, më e çmuar, më e dashur te Allahu se puna e mirë që bëhet brenda këtyre 10 ditëve. Pra ka ardhur këtu minimumi që mujna me bë përmendje Allahut. Andaj të ndershëm vëllezër, edhe këto fakte i kanë nxit dietarët islam se çmimi në këto ditë i punës të mirë është shumë i veçantë. Pra në këto 10 ditë pas tjerash ka qenë praktik profetike pejgamberit alayhis salam, madhrimi shumë i Allahut xhelle xhelalu, por dhe agjerimi i
disa ditëve nga këto 10 ditë, praktikisht nga 9 ditë, edhe agjerimi këtyre ditëve. Andaj dhe disa nga dietarët e hershëm, mesin e tyre Hasan el Basriu, Allah e mëshiroft, nga tabiinët ka thënë se një ditë agjerimi në këto 10 ditë paguhet me 2 muaj agjerim jashtë këtyre ditëve. Ibn Sirini dhe Qatadia, Allah i mëshiroft, nga gjenatat e hershme kanë thënë, një ditë agjerimi nga këto ditë e kanë shpërblimin me 1 vit agjerim jashtë këtyre ditëve. E mendime të shumta të dietarëve islam, këtu hyn çdo vepër e mirë që e bëjmë, lutje, sadaka, lexim Kurani e punë të tjera të mira që i bën brenda këtyre 10 ditëve. Pastaj të ndershëm vëllezër, prej të veçantave që i bën këto 10 ditë, është edhe dita e Arafatit, e që konsiderohet dita më e mirë e vitit. Praktikisht të ndershëm vëllezër, për ditën e Arafatit kanë ardhur argumente të veçanta që e ka vlerësu pejgamberi alayhis salam, po është vlerësu me shpallje. Në radhë parë është betu Allahu në vlerën e ditës Arafatit. Në të njëjtin kaptin që Allahu betohet në këto 10 ditë, vazhdon Allahu dhe thotë: "Wa shaf'i wal watr." Dhe betohem në çiftin dhe në tekun. Ibn Abasi dhe të tjerë kanë thonë, fjala me çiftin është dita e parë e Kurban Bayramit, sepse i bashkangjitet 9 dhe bëhen 10 ditë. Ndërsa me tekun është fjala dita Arafatit. Allahu po betohet në te. Dhe gjithsesi që për vlerën e ditës Arafatit kanë ardhur edhe argumentet të veçanta nga pejgamberi alayhis salam për vlerësimin e kësaj dite. Siç thot pejgamberi alayhis salam se Allahu xhelle xhelaluhu krenohet me haxhilerët në këtë ditë para melaçe. Prandaj edhe dietarët islam kur flasin për natën e Kadrit, krahasimin e natës Kadrit me vlerën e ditës Arafatit thonë kështu. Natën e Kadrit zbresin banorët e qiellit në tokë për hir të respektit. Në ditën e Arafatit Allahu krenohet me banorët e tokës të banorët e qiellit. Prandaj edhe është e veçantë. Dhe në këtë ditë të ndershëm vëllezër, nuk ka ditë, kështu ka në hadithin e saktë, ka thënë pejgamberi alayhis salam, nuk ka ditë gjatë vitit që Allahu liron nga zjarri i xhehenamit njerëz prej besimtarëve më shumë se në ditën e Arafatit. Prandaj edhe ky është një argument i fuqishëm për mbi vlerësimin e këtyre 10 ditëve nga ditët e Ramazanit. Nuk ka ditë gjatë vitit që Allahu liron besimtar nga zjarri i xhehenamit më shumë se sa në këto 10 ditë. Pastaj të ndershëm vëllezër, ka një argument se në ditën e Arafatit djalli ndihet shumë i turprun, i nënçmun, i fyer e kështu me radhë, kur sheh mëshirën e Allahut xhelle xhelaluhu ndaj haxhilerëve dhe faljen e tyre. Por dietarët islam thonë kështu, se në faljen, në amnistimin nga zjarri i xhehenamit në ditën e Arafatit dhe në mëshirën që ka Allahu, këto hyjnë edhe ata që nuk janë haxh. Edhe ata që nuk kanë shkuar haxh që i vlerësojnë këtë ditë. Pra, në radhë parë mundohen të agjerojnë ditën e Arafatit, siç ka në argumentin e saktë, ka thënë pejgamberi alayhis salam se agjerimi ditës Arafatit i fshin gjunahet e 2 viteve. Ky është një shpërblim ekskluziv për këtë ditë. Pra agjerimi një dite, pra edhe pse është vullnetar, agjerimi i fshin gjunahet e 2 viteve. Pastaj të ndershëm vëllezër, krejt ato që u thanë, japin me kuptues se kjo ditë është e veçantë, prandaj edhe dita e Arafatit i bën të veçanta këto 10 ditë të muajit Dhulhijhet, ditët e para. Pastaj të ndershëm vëllezër, të fundit që po e theksoj për shkak të kohës, është se këto ditë të veçanta i bën edhe therrja e kurbanit, për të cilën vlerë fola pak a shumë në ligjëratën para hutbes. Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Fasalli li rabbika wanhar", fal namaz për Zotin tënd dhe kther kurban. Pra është inkurajim dhe nxitje nga Zoti xhelle xhelaluhu që Allahu të na shpërblen edhe me këtë sakrificë, me therrjen e kurbanit, të afrohemi tek Allahu xhelle xhelalu, ndërsa pejgamberi alayhis salam ka thënë, nuk ka punë të mirë që e bën i biri Ademit në ditën e Kurban Bayramit më të madhe se sa therrja e kafshës. Andaj të ndershëm vëllezër, krejt këto determinojnë se vërtet Allahu për në këto ditë ka mundsu, ka dhënë hapësirë të madhe për të afruar tek Allahu xhelle xhelalu. Andaj mos të tregohemi indiferent. Mos ta e privojmë vetveten, minimumi ta madhrojmë Allahun këtë ditë. Ta e lusim Allahun, të japim ndaj sadaka, të pajtohemi me njerëz e punë të tjera të mira, siç tham se
nuk ka ditë gjatë vitit që janë më dashura punët e mira se son këto ditë dhe që çmuan më shumë se son këto ditë tek Allahu xhele xhelalu. Lutim Allahun e Madhërisëm që të na mundëson që të jemi hisetar i këtyre veprave të mira dhe i këtyre shpërblimeve të shumta që Allahu xhele xhelalu na ka premtuar dhe përmes gjuhës së pejgamberit alayhis salam. Lutim Allahun xhele xhelalu për pranim të veprave për vetë dhe për ju. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetë dhe për ju. Kërkoni edhe ju falje sepse Allahu është falës i madh. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, duke qenë se jemi në ditët më të mira të vitit, në sezonën më të mirë të vitit, tham se ky është mejdani i punëve të mira këtë ditë, po e përcjellin një çarkore nga kryesia e Bashkisë Islame, për të cilën kemi fol para disa muajve, pra kryesia e Bashkisë Islame e ka përsëritur në këtë xhumë që të grumbullojmë fonde për blerjen e parcelës për xhami në kodrën e trimave këtu në Prishtinë, se herën e parë që janë grumbulluar fondet nuk kanë arritur shumën e duhur për ta blerë parcelën, por ajo që neve na intereson është që kjo ka koincidu edhe në këto 10 ditë, edhe në ditën e xhumë. E pastaj është edhe vakaf. Kështu që të ndershëm vëllezër, duke qenë se për vakafin jemi thirrë që të flasim sot për vakafin, edhe pse kemi fol në shumë hutbe për vlerën e vakafit, por ta e kuptojmë si mesazh se nëse mendojmë me dhënë sadaka në rrugën e Allahut, vakafi i prin sadakas. Është sadakaja më e dashur dhe më e çmuar tek Allahu xhele xhelalu, aq më tepër kur bëhet fjalë për xhami, kur bëhet fjalë sikur se ky objekt që jemi sot. Aq sa apim dhe aq sa falin namazli, namaz aty ti je hisenik. Aq sa ki mundësi jep. Pra është një favor dhe është një mundësi, kështu që të mundohemi që të solidarizohemi për aq sa kemi mundësi, sepse kemi të bëjmë një vakaf, kemi të bëjmë ndërtimin e xhamisë. Allahu na bëft të dobishëm, Allahu na mundsoft që të shfrytëzojmë mundësitë për hajër dhe për mirësi. Allahu na bëft çelësat hajrit dhe drynat e sherrit. Lutim Allahun xhele xhelaluhu për pranim të veprave për vetvete, për ju, për gjithë muslimanët. Lutim Allahu na udhëzon neve, familjarët tanë, shoqërinë tonë, rinjin tonë. Lutim Allahun xhele xhelaluhu që t'i shëron të gjithë të smurit, t'i tejkalon hallet e hallëxhinëve dhe t'i mëshiron të vdekurit tanë.